cila profesioni, cila fusha e interesimit. Thot komandant, me të vërtet nuk e di, po thjesht ka kërkuta, i besoj, e njoh, është qytetar i ndershëm, është punëtor i ndershëm, është afarist i mirë, e tjera, po, ka ndihmuar shumë Kosovën, gjatë lufte, pas lufte, e tjera, edhe me të vërtet në të pranova, edhe në të takimin e parë, ma kryoj një pozitivitet. Do thotë, jo vetëm bazë për shkrimit, po edhe paraqitja ti, kultura ti e komunikimit, pamja ti, po edhe mënyra se si e shtjellon të problemin, do të thotë ishte në nivel. Edhe gjatë bisedës e kuptoj që qenka që të parafrohemi lidha demokratike Kosovës edhe vetëvendosje. E ndëgjoha me vëmendje, deri në momentin kur vjen edhe thotë t'jesh i bindur se Zoti Kurti ka shumë vlerësim të lartë për ty, edhe e ke të sigurt postin e ministrit të mbrojtjes. Edhe aty nuk e mdje mirë. Unë me thanë që e mdje edhe i ofendon. Pastaj, pas një themi ndëgjimi, me dërim shumë të lartë, detyrohem me ndërprej biseden. Edhe i thamë dëgjë, nëse ne flasim për ndonjë partneritet, për koalicion, as ti, as unë nuk jemi të thirrur me folë për këtë temë. E para, unë nuk jemi autorizum, tash po edhe ti do shmë të regu sa je ti i autorizum. E dyta, nëse flasim për disponim individual, tash unë disponimin individual e kam shpreh në kryesi, a i mundet me qenë në përputhje me shumicën, kundërshtim me shumicën. Është i mbrëmshëm. Por në momentin që është pranu si qëndrim i përbashkët, une i qëndroj besnik ati qëndrimi që e kemi marrë si kolektiv, si ekip. Edhe e treta, nëse dikush me ngarkon me përgjësi në ndonjë qeveri të ardhshme, a i do tjetë kryetari partisime. Kam pasur nga një mikimi që kryesisht ka qenë votues i Lidhjes Demokratike të Kosovës, po në bazë të bisedës ka qenë edhe përkrahasimi, ka lobu shumë të kalumën për mua e tjera, por e kam vrejtë që në këtë fushatën e fundit me ka mungu. Edhe kur më thret në telefon e kuptoj se ai ka ndryshu qëndrime, do të thotë ai më shumë ishte i lidhur me listën Guxho, me vetëvendosjen, edhe thirrën e atë kalumën tonë të përbashkët, besimin e përbashkët, edhe me thirrën nga Zagrepi. Edhe insistoj që une të bisedoj me disa autoritete, mi përmeni disa emra. Të Guxhos, të vetëvendosjes? Pas, une nuk e di cilit tabor i takojnë më shumë. Po, e ndërpreva. Thash, mi përmeni disa emra të cilët unë në të kalumën kanë pas raporte shumë të mira, po ja që nuk janë në lidhjen demokratike, edhe ndërpreva. Thash, miku im, ne mundi me folë për çdo gjë, për muzikë, për sport e tjera, por lidhje me këto çështje asesi. Se nuk jem i autorizum, edhe nuk kam disponim fare me bisedu, sepse ne tani me kemi ndërtu qëndrime.